Shefi nuk mund të dënojë tërë stafin. Sipas ligjit në Kosovë, punëdhënësi nuk mund të jap dënime kolektive për punëtorët. Pra, një pronar marketi nuk mund t'i dënojë të gjithë punëtorët me ulje pagë në muaj për shkak të gabimeve që kanë ndodhur. Për të qenë të qartë, shefi apo menaxheri nuk mund të dënojë një grup punëtorësh vetëm se njëri apo disa prej tyre kanë shkelur rregullat. Ligji i punës ka paraport qartë se përgjegjësia disiplinore është individuale, jo kolektive. Kjo nuk kupton që secili punëtor vlerësohet veçmas mbi bazën e veprimeve të tij personale. Punëdhënësi nuk guxon të ul paga, të largojë nga puna, të pezulloj apo të marrë mosa disiplinore ndaj një ekipi të tërë, pa zhvilluar procedurë individuale për secilin punëtor. Çdo mos disiplinore duhet të bazohet në shkelje konkrete, të lidhet me një punëtor të caktuar dhe të zhvillohet përmes një procedure të rregull disiplinore. Nëse një punëtor ka shkaktuar dëm apo ka shkelur rregullat e punës, vetëm ai punëtor mund të nënshtrohet procedurës disiplinore, e jo kolegët e tij. Nëse ju jeni ndëshkuar bashkë me punëtorët e tjerë, pa u njoftuar individualisht, pa procedurë disiplinore apo pa vendim të arsyetuar, atëherë janë shkelur të drejtat e tuaja sipas ligjit të punës. Në çdo rast të dënimeve në mos, ju keni të drejtë të paraqisni ankesë në inspektoratin e punës. Procedura është pa pagesë dhe mund të çojë në anulimin e masave të palegjshme. Inspektorati i punës mund të konstatojë shkeljen dhe të obligojë punëdhënësin të korrigjojë vendimet, ndërsa më pas ju mund të drejtoheni edhe gjykatës për kompenzim të dëmit. Në shumë raste, punëtorët kanë fituar betejën ligjore dhe punëdhënësit janë detyruar të tërheqin masa disiplinore kolektive dhe të kompenzojnë dëmet. Andaj, mos hesht, dënimet në mas janë të palegjshme. Raporto çdo shkelje dhe mbroje të drejtën tënde. Raporto rastet të shkeljeve në kallxo.com ose në numrin 044 22 44 98.